Ishin shumë pak vjetë që ju ndarën atë kohë nga lufta. Po zakonisht fukaraja e në 2 shtëpia, vallëtim. Tre shtëpia. 3 shtëpia. Pasioni dhe dëshira jashtëzakonshme për me identifiku teatrin shqiptar në një të vetëm. Dhe në vitin 2009 kemi pasur një bashkëpunim tjetër në një shfaqje më të vogël që ka qenë Nata e Elverit. Dhe si vjetë jemi të ftuar siç edhe ju shpjegova nga Teatri Kombëtar për të realizuar këtë vepër Gjergj Fishtës, e cila në fakt mund ka pa përgatitur kur më propozu, sepse ishte një propozimi drejtuesve të Teatrit Kombëtar të Prishtinës, ishte një pjesë e zgjedhur nga ta, por kur më tha që Gjergj Fishta kishte shkruar një komedi ose kishte rishkruar një komedi të Molierit, u habita dhe në fakt Gjergj Fishta komedian ishte pak e papritur për mua. Unë e njihja si dramaturg të një teatri politik që është tek Gomari Babatasit, një teatr tipik politik, por në kuptimin e një historie komike, lirike, nuk e kisha parashikuar, madje e pata vështirë edhe ta lexoja sepse vepra është e shkruar e gjitha ngeknisht, që në fakt është një risi, po luhet krejtësisht siç e ka shkruar Fishta, po i rrim korrekt gjuhës tij dhe edhe kjo është një risi e veprës, është një tingëllim jashtëzakonisht i veçantë. Padyshim që unë jam afër shqipe standarde për shkak të vendit ku jam rritur, qytetit nga vi, por padyshim që nëpërmjet kësaj eksperience kam zbuluar tingëllimat të jashtëzakonshme të ngeknistes, pasuninë e jashtëzakonshme, fjalorin, dëgjove tha pasuninë, po, dhe stilin e jashtëzakonshëm të Fishtës, i cili si një personazh multidimensional, një personazh jashtëzakonshëm i kulturës shqiptare, vjen përpara publikut teatror me këtë komedi. Shpresojmë që publiku aty të gjejë gjithë pasionin dhe gjithë dashurinë tonë për këtë shfaqje të realizuar në këtë produksion. Të zhanrit komedi, i ka prekaj gjitha zhanrit, është interesant, se ka shkru bukur edhe poezin, po edhe si shkrimtar, edhe prozën, edhe a pastaj sa thënjet bukura, sa thënjet mdhana ka lënë, e ka thënjen e bukur që vlen, sidomos për shqiptarët, ne vërtet kemi Bajram edhe Pashk, po shqiptarinë e kemi bashk. Absolutisht, absolutisht. Është një personazh në fakt deri në vitet 90, pra do të thotë shumë vonë në jetën time Fishta ka hyrë, pasi ishte një personazh i ndaluar, krejtësisht i ndaluar, vinte nëpërmjet një imazhi të deformuar krejtësisht nga historiografia komuniste. Dhe padyshim që në vitet e demokracisë ai u dimensionua, u shpalos, por padyshim vlerat e tij mbeten akoma të pa, mbetet akoma detyrimi joni që këtë personazh të kulturës tonë, po jo vetëm këtë, po dhe shumë të tjerë, ne t'i promovojmë me mundësitë tona, secili sigurisht aq sa mundet për të treguar që ne vim nga diku, ne kemi një trashëgimi dhe kemi pse të jemi krenar për këtë. Dhe Iliriana e ka lexuar ilegalisht, veç para jush, sigurisht. Po. Është pa modur që babaja dhe jama, domethënë si në rëndimi si Safeti patjetër ta kanë sjell. Po. Sigur babajin, të mbështjell me gazetë. Po, urdhna. Nejse, pas ke mësafir se doshta pak. Po shumë mirë. Ani, hajde. Qa ke marrë atë karrike? Që ajvar me maru me to, që ke morë, po, ta me folj, pak diçka për pas ke mësafir. Jo, fol lirisht, fol. Ja, pas ke mësafir. Jo, po këta, bashkë duan me ju fol, Iliriana është e shtëpis. Kurse këto e kemi dhëndrin e shtëpis. A dhëndri? Po. Para dhënurve se kemë zakon me folj, sa në të pse jo? Po. Dhëndri i shtëpis kur bat, ajo është shtëpia vet. Okej. Si njofshëm këtë ka. Si njofshëm të ka mirë. E ke pa gjithandej. Apo, ka. Në përdasma, në portokalli se shef se mrapa, të dytë janë mrapa. Mështu e ke po që thandej se këto në fushkësov nuk e shef. Apo? Që thandej i bjene ke shef gjitha. A i portokallit ja? Po. Fërt e du portokallin, fërt. Po veç edhe mandarinat, veç koqi, për të kallë.